Më usmu me smundje të rëndë, kancer për shembull. Vendimi i thotë që ka i mirë për neva. Me pas varfëni të skajshme. Po thotë që ka vendimi i mirë i Zotit për ne. Unë e tham po. Edhe ajo smundje me kancer, edhe kjo varfëni e skajshme, ma që ka vendos Zoti është më e mirë se ajo që kishim e vendos na për neve. %10000%. %10000%. E tash, unë edhe ti, sa jemi të bindur se vendimet e Zotit janë të urta e para, edhe janë dobishme për ne e dyta, ajo është mohabet i imanit tonë. Është mohabet i imanit tonë. Edhe këtu na dështojmë si musliman, andaj dështimet tona janë prej neve, nuk janë prej Zotit. Janë prej neve se na nuk kemi të bindur akoma në vendimet e Zotit, se çdo gjë që ka vendosur Zoti për neve është e mirë. Ani pse në shikim të parë duket e keqe.